Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi të premten pak orë pas ngjarjes në Dibër, ku policia thotë se u përfshi në një sherr fizik drejtuesi politik Xhelal Mziu. Në një konferencë me gazetarët, Berisha e quajti provokacion të qartë nga Partia Socialiste, më konkretisht Blendi Klosi. Provokacion i ult i Blendi Klosit me militantët fanatik socialist ndaj kryetarit, ndaj udhëheqësit politik të qarkut Dibrës. Është e tëra kurth dhe provokacion, mbasi e shohin se nuk po ngjisin kërkun. Kryedemokrati tha gjithashtu se nuk do të ndaloj fushatën të shtunën, por do ta respektoj zinë kombëtare të shpallur ditën që varroset Ati i Shejt, Papa Francesku. Unë vijoj fushatën duke respektuar plotësisht rregullat e zisë. Do të thënë, përcaktohen, nuk do ketë muzikë dhe natyrisht do nderohet kujtimi i shëjtërisë të tij Papës Francesku në çdo takim me 1 minutë heshtje. Kryedemokrati u pyet edhe për disa prej gafave të tij në takimet elektorale, ndërsa tha se kundërshtarët edhe i kanë manipuluar video. Sa më shumë që merren me moshën, nxjerrin pak kontrastin. Se sa pak ka ndikur vitet tek Sali Berisha. Po, ka manipulator për shembull. Më herë gjatë së premtes, Sali Berisha takoi studentët e mjekësisë, ku ndër të tjera premtoi zhbërjen e ligjit që i detyron ata të punojnë në Shqipëri pas përfundimit të arsimit. Ai shtoi se do të rritet numri i mjekëve për banor, duke akuzuar PS-n se i përgjysmoi.